Avokati Amer Alia nga Fondi për Drejtër Humanitare është në studio për diskutuar lidhur me procesin gjyqësor pranë dhomave të specializuara dhe dëshmitë e dëshmitarëve të cilat janë dëgjuar gjatë javëve të fundit në Hag. Atëherë, Amer, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Amer, e nisim me këtë të fundit përfundimin e dëshmisë së ish-këshilltarit politik të Vesnit Clark, i cili e ka përfunduar sot dëshminë dhe është sfiduar nga prokuroria lidhur me një uri që ai kishte për pretendimet e kryera nga UÇK-ja. Çka dëshmoi fillimisht kjo deklarata sot me cila përfundoi sot? Po, si çdo dëshmitar i cili është dëgjuar dhe i cili është propozuar nga mbrojtja, kryesisht dëshmitarët e mbrojtjes kanë dëshmuar të themi në një vit dhe strategjia e mbrojtjes është që të dëshmojnë të kundërtën nga ajo që ka pretendon prokuroria në akt akus dhe sigurisht që dëshmitarët të cilët janë dëgjuar duke përfshirë edhe dëshmitarin e sodit, kryesisht kanë deklaruar që i pandehuri tha që gjatë kohës së luftës e ka patur atë rolin e tij të themi politik dhe kurse si nuk e ka patur ndonjë rol ekzekutiv ndaj vartësve apo ndaj ushtarëve dhe komandantëve në terren. Dhe sigurisht që kjo strategji e cila është potencuar edhe në fjalët hyrëse duke tentu me tregu mbrojtja që përgjegjësia ka qenë kryesisht tek komandantët e zonave dhe jo një përgjegjësi vertikale që ndërlidhet me shtabin e përgjithshëm, pra kjo është ajo strategjia e mbrojtjes e cila dëshiron që ta shkëput atë lidhjen mes vartësve dhe shtabit të përgjithshëm e në rast se arritin ata që ta shkëputin këtë komanduese të hierarkisë apo të organizimit të UÇK-s, atëherë sigurisht që do ta dëshmojnë të kundërtën nga ajo çka ka pretenduar apo çka pretendon të vërteton prokuroria përmes formave të përgjegjësisë të cilat i kanë ngarkuar katër të pandehurit. Po, dhe mund të jetë ndonjë befasi tani dëshmia paralajmëruar e ish-komandantit NATO-s Vesni Clark gjatë javës së ardhshme apo do të jetë në këtë vijën që e kemi parë edhe të tjerët? Po, unë besoj që ish-komandanti i NATO-s Vesni Clark, i cili gjatë kohës bombardimeve ka patur kontakte direkte me komandantët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, mundet me qenë në vit të drejtë pasi që avokatët e mbrojtjes me kujdes i kanë përgjellur dëshmitarët dhe njohurit e tyre të cilat mbrojtja pretendon që do të shkojnë në favor të mbrojtjes, sigurisht që edhe dëshmia e dëshmitarit Vesni Clark do të jetë në përputhje apo në vijë me strategjinë të cilin e ka krijuar tani më mbrojtja. Sigurisht që javën tjetër do të fillon edhe dëshmitari i 7, pra Vesni Clark, dhe do të shohim se çka do të deklaron, edhe pse tani paraprakisht është vështirë që të flasim se çka do të deklaron, por duke pas parasysh narrativën apo dëshminë e 6 dëshmitarëve të cilët kanë dhënë dëshmi dhe të cilët janë ftuar nga mbrojtja e Thaqit, besoj që edhe ky dëshmitar do të vazhdon dëshminë në frymë në njëjtë ashtu siç e kanë dhënë dëshmitarët paraprak të propozuar nga mbrojtja e Thaqit. Dhe për ty si avokat, cila prej këtyre dëshmive që kemi dëgjuar më tani ka pasur rol edhe peshë më të madhe në këtë proces? Ndoshta ishte ajo Gjemi Tupin apo ka edhe të tjerë? Po unë mendoj që pesha e dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja kanë pasur një peshë të ngjashme për arsye se qëllimi i dëshmitarëve është që të tregojnë që struktura e UÇK-s ka qenë një strukturë jo e mirëfillt dhe ushtria qërimtare ka qenë një ushtri apo për format e përgjithësisë kanë qenë de facto dhe jo de jure ashtu siç i kanë patur ushtria e Republikës Federative Jugoslave, pra kjo hierarki e ushtrisë qërimtare të Kosovës mund të dëshmohen vetëm përmes deklaratave të dëshmitarëve kredibil dhe në rastin konkret mbrojtja i ka përgjellur me kujdes zyrtarët, diplomatët dhe personat të tjerë të cilat kanë pasur rol vendimarrës në luftën e fundit të Kosovës dhe sigurisht që pesha dhe kredibiliteti i këtyre dëshmitarëve është i lartë dhe do të vlerësohet me një konsiderat tjetër nga trupi gjykues. Dhe tani, çka kanë tregu këto dëshmit edhe për pasqyrën se si, sidomos SBA-ja kishte atë kohë për UÇK-n, tani edhe për këtë strukturën komanduese, pra a e pasqyrojnë
mënyrën se si atëherë përfaqësoi UÇK-ja dhe kishte këtë hierarkin këto deklarata që i kemi dëgjuar gjatë këtij procesi. Po tani më prokuroria e ka... Da mjaftojnë për gjykatën, sepse e përmendësh që vetëm këto dëshmi tani do të mjaftojnë për gjykatën për dëshmuar atë. Po sigurisht që gjykata apo trupi gjykues ka qasje më të madhe në provat materiale, qoftë në dokumentacion gjyqësor i cili është sekuestruar gjatë hetimeve, qoftë në procese gjyqësore apo dokumentave gjyqësore të administruara nga gjykata, qoftë e Unmikut, e Uleksit dhe nga Tribunali i Hagës. Sigurisht që trupi gjykues e ka një pasqyrë më të gjerë të provave materiale, po ashtu publiku nuk ka patur rast që të dëgjon një përqindje apo rreth 50% të dëshmitarëve të dëgjuar nga prokuroria dhe dëshmitarët të cilët kanë dhënë dëshmi dhe të cilët janë propozuar nga prokuroria kanë qenë në grupe të ndryshme. Ka patur dëshmitar të cilët kanë dhënë dëshmi lidhur me strukturën organizative të UÇK-s, ka patur dëshmitar që kanë dhënë dëshmi lidhur me përjetimet të cilat i kanë në cilësinë e palës së dëmtuar nëpër qendrat e ndalimit. Pra sigurisht që për neve të cilat e përcjellim procese gjyqësore, kemi qasje të limituar në provat dhe në deklaratat e dëshmitarëve. Mund të themi që dëshmitarët kryesor janë dëgjuar në seancat e redaktuara për publikun. Po, dhe tani për ty si avokat, cilat kanë peshë më të mëdha, ose cilat e tregojnë më mirë procesin deri më tani, provat dhe dëshmitarët e prokurorisë apo pjesa tjetër e mbrojtjes? Po, këtu në këtë proces gjyqësor kemi më shumë një betejë juridike për arsye se prokuroria i ngarkon 4 të pandehurit me formën e përgjegjësisë komanduese dhe formën e përgjegjësisë së ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Tani tek forma e përgjegjësisë komanduese ekzistojnë disa elemente që të vërtetohet ajo përgjegjësia komanduese, pra që komandantët e caktuar apo të pandehurit nuk kanë ndërmarrë veprime që t'i parandalojnë vartësit e tyre apo personat të cilat dyshohet që i kanë kryer ato veprat. Dhe sigurisht që element tjetër për ta vërtetuar këtë formë të përgjegjësisë është që të njëjtit nuk i kanë raportuar apo nuk i kanë sankcionuar vartësit të cilat dyshohet të i kenë kryer ato vepra. Tani sigurisht që mbrojtja e ka këtë strategji që të tregon që të pandehurit nuk kanë patur kontroll efektiv dhe ushtria qëllimtare e Kosovës ka qenë një ushtri e shpërndar në për zona dhe secila zonë e ka pasur të themi përgjegjësi mbi ato rrethana të cilat kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Sigurisht që kjo betejë ligjore mes mbrojtjes lidhur me formave të përgjegjësisë është betejë kryesore dhe sigurisht që ne nuk kemi dëgjuar së paku në seancat e hapura ku i pandehuri tha që e ka bërë ndonjë veprim të drejtë për drejtë ndaj ndonjë viktime, por këto format e përgjegjësisë të cilat varen nga vartësit e tyre apo nga ushtarët, sigurisht që kur je e pror ki edhe kompetenca të cilat të ngarkojnë dhe të cilat duhet të ndërmerren gjatë periudhës së luftës. Në rast se mbrojtja arrin që të dëshmon që kontroll efektiv nuk ka patur shtabi përgjithshëm apo katërshja e akuzuar, atëherë sigurisht që do të jetë një fitore për mbrojtjen. Pra janë këto betejë ligjore që ndërlidhen me format e përgjegjësisë penale, të cilat këto forma janë pak të panjohura për opinionin e Kosovës, për arsye se në Kosovë ende nuk e kemi një farë përvoje në dokumentimin e formave të përgjegjësisë komanduese, për arsye se kjo formë e përgjegjësisë komanduese është zhvilluar aq shumë nëpër tribunalet ndërkombëtare, pra siç është Tribunali i Hagës, siç është Tribunali i Ruandës, dhe praktikat vendore ende nuk janë të pajisur mjaftueshëm me këtë lloj të praktikës e cila mund të përdoret në rastet e krimeve të luftës. Po, megjithatë, sa është e vështirë të dëshmohet para një gjykate që nuk ka pasur një përgjegjësi të tillë komanduese, një zinxhir i tillë komandues dhe e kundërta pasaj, sa është e vështirë nga ana e prokurorisë të dëshmohet e kundërta? A duhen shumë dokumente, shumë prova, apo mjaftojnë vetëm dëshmitë e aktorëve, protagonistëve të asaj kohe, apo si bëhet kjo? Po sigurisht që format e përgjegjësisë të themi komanduese kryesisht
vërtetohen përmes provave rrethanore. Në rast se prokuroria ka ofruar prova që raportet e caktuara nga zonat e caktuara kanë shkuar në tavolina apo kanë shkuar në njohurit të personave të caktuar, sigurisht që kjo është një prej elementeve, pra format e përgjegjësisë komanduese kërkojnë të plotësohen disa elemente që të vërtetohet që vartësi ka pas lidhje të drejt për drejt me eprorin, të dëshmohet që këto provat materiale kanë qenë në njohuri apo që to veprimet në teren për këto veprime kanë patur njohuri edhe personat të cilat akuzohen dhe të njëjtit kanë pasur kompetenca që t'i parandalojnë apo sankcionojnë. Pra sigurisht që për këto prokuroria duhet të ofron shumë prova materiale dhe provat personale përmes deklaratave të dëshmitarit dhe në fund trupi gjykues i cili ka përvojë të mjaftueshme në raste të ngjashme nga proceset e mahershme, por në të njëjtën kohë edhe avokatët të cilët i përfaqësojnë të akuzuarit kanë përvojë në këto raste dhe sigurisht që kjo për juristët e cilët merren me të drejtën ndërkombëtare është një betejë interesante dhe sigurisht që do të shohim se sa do të arrijë prokuroria që t'i vërteton ato akuza me të cilat i ngarkon të pandehurit, apo nuk do të arrijë. Tani ne nga jashtë nuk mund të flasim për arsye se kemi qasje të limituar në prova në deklaratat e dëshmitarëve dhe presim që gjykata të merr një vendim meritor të bazuar në prova të pakontestueshme në dëshmitar kredibil dhe do të shohim tani kanë mbetur edhe çështje javësh deri në përfundim të shqyrtimit kryesor. Pra këta dëshmitar të cilat janë duke dhënë dëshmi për gjatë këtyre dyteve janë dëshmitarët të fundit të cilët janë propozuar nga katërshja e pandehur dhe sigurisht që ndoshta në fillim të vitit të ardhshëm mund të kemi edhe aktgjykimin e shkallës së parë. Dhe para se të flasim, a merr tani si do duhet rrjedh procesi, a ishte i vështirë, a mund të thuhet që është i vështirë sigurimi këtyre emrave përmendur që janë emra shumë kredibil, emra të protagonistëve asaj kohe, pra që vinë me dëshmi dhe deklarata sjellin rrethonat e asaj kohe. A është i vështirë sigurimi i këtyre emrave me një kredibilitet kaq të lartë, sidomos të administratës amerikane? Po sigurisht që dëshmitarët e cilët janë propozuar nga mbrojtja gjatë kohës së luftës kanë patur pozita të ndjeshme, të themi, apo pozita të larta nga shtetet e caktuara, sidomos shumica prej tyre janë nga shtetet e bashkuara dhe për ato informata të cilat të njëjtit i posedojnë, duhet të kontrollohen nga Departamenti i Shtetit për arsye se edhe të njëjtit shoqërohen nga zyrtar të caktuar ligjor, të cilat i përcjellin me kujdes se çfarë të njëjti deklarojnë dhe në rast se ka informata të cilat nuk duhet të ndahen, atë të njëjtit mund të mos deklarohen para trupit gjykues, por në rast se ka edhe informata të cilat nuk duhet të i dëgjon veshi i opinionit, të njëjtat edhe reduktohen në seancat të caktuara. Sigurisht që mbrojtja në fillim ka paralajmëruar që do t'i fton rreth 14 dëshmitarëve, por me kalimin e kohës kemi patur edhe që numri është reduktuar pikërisht për arsye se apo vështirësisë marrjes së autorizimit nga shtetet e caktuara për ta lejuar dëshmitarin e caktuar që të ndanë njohurit e tij lidhur me rrethanat të cilat mbrojtja mendon që do t'i shkojnë në favor të akuzuarve, sigurisht që ka edhe vështirësitë në sigurimin e këtyre emrave. Po, dhe duke parë emrat kredibil që janë paraqitur me dëshmitë e tyre, a ka qenë lirë prokuroria që t'i sfidojnë në maksimum apo ka qenë kufizuar edhe ajo tani? Po sigurisht që një dëshmitar kur propozohet nga pala tjetër, i njëjti merret në pyetje të drejt për drejta dhe më pastaj pasi që dëshmia e tij të konsumohet nga pyetjet e drejt për drejta, atëherë prokuroria e ka rradhën që t'i parashtron pyetjet e tërthorta gjithnjë në kornisë të atyre pyetjeve të cilat apo në kornisë të asaj dëshmie e cila është dhënë gjatë marrjes së pyetjeve të drejt për drejta. Pra, këto janë disa rregulla gjatë fazës së marrjes në pyetje dhe sigurisht që prokuroria e ka patur atë mundësi të cilit ja lejon ligji dhe procedura që t'i parashtron ato pyetje për të cilat gjithnjë
roli i palës kundërshtare është që ta ballafaqon apo që ta vën në pikpyetje besueshmërinë e dëshmitarit të palës tjetër. Sigurisht që edhe mbrojtja të njëjtën pozitë ka patur gjatë parashtrimit të pyetjeve tek dëshmitarët e prokurorisë, por gjithnjë trupi gjykues e ka atë luksin që t'i parashtron cilët do pyetje me qëllim të sqarimit të rrethanave të caktuara. Po, megjithatë marrja në pyetje tani nuk është e njëjtë edhe me dëshmitarët e tjerë apo jo që kemi parë gjatë procesit, në vazhdimsi ka pasur ankesa për pyetje sugjestive, pyetje orientuese, a mund të merren në pyetje edhe në këtë formë apo ka pasur më shumë vërejtje për pjesën tjetër të dëshmitarëve? Po sigurisht që tek dëshmitarët e cilët kanë njohuri të caktuara lidhur me rrethana të caktuara apo me përjetime të caktuara, atëherë dëshmia e ka një rol tjetër. Tani më jemi tek zyrtarët e lartë dhe tek përfaqësuesit të institucioneve të caktuara të NATO-s, të institucioneve diplomatike, pra kemi zyrtarë të cilat kanë patur kontakte të drejtë për drejta me eprorët e UÇK-s dhe të njëjtit janë ftuar që të deklarojnë mbi përshtypjet e tyre, mbi njohuritë e tyre lidhur me kompetencat e personave të akuzuar, në rastin konkret lidhur me kompetencat e Hashim Thaçit dhe rolit të tij gjatë luftës, gjatë negociatave në Rambuje apo gjatë negociatave të tjera ku këta zyrtar kanë qenë të përfshirë dhe të njëjtit janë ftuar që të deklarojnë se çfarë kanë vërejtur ata, çfarë ka qenë roli i tij, a ka qenë roli politik, a ka qenë roli një ministri të jashtëm, pra që vetëm ta përcjell mesazhin e ushtrisë qërimtare dhe që të arrihet një marrëveshje mes palëve ndërluftuese. Sigurisht që ky është edhe qëllimi i avokatëve të cilat i kanë propozuar këtë. Dhe a merr përveç Vesni Klarkut, a pritet kemi dëshmitarë të tjerë për të akuzuarit tjerë, sepse deri më tani nuk ka pasur një sqarim zyrtar apo jo për këtë pjesë? Po, siç e përmenda pak më herët, janë propozuar diku 14 dëshmitar. Kohë pas kohe po shohim informata apo po lexojmë që një dëshmitar nga mbrojtja Jakub Krasniqit nuk do të paraqitet, në dëshmitar të tjerë mbrojtja e Thaçit ka vështirësi për të siguruar, pra ende nuk së paku për neve si publik, ende nuk kemi informata të preciza apo të sakta në rast se do të dëshmon edhe një ose dy ose tre dëshmitar, por sigurisht që janë dëshmitarët të fundit të cilat pritet të dëgjohen, të themi, gjatë këtij muaji dhe muajit dhjetor. Dhe pas përfundimit të dëshmitarëve të mbrojtjes, në çfarë faze hyn procesi gjyqësor dhe më pasaj cilat janë procedurat tjera? Po, pas përfundimit të provave personale, pra që janë dëgjimi dëshmitarëve të palëve të cilat i kanë propozuar dëshmitarët. Më pastaj është administrimi i provave materiale nga palët në procedurë. Prokuroria do t'i administron të gjitha ato dosjet apo provat të cilat i shkojnë në favor aktakuzës. Pala e dëmtuar do t'i propozon ato apo do t'i administron ato provat. Dash patjetër që të procedohen të administrohen të gjitha apo ka shumë të tilla, mund të zgjasë kjo procedurë? Për një grup të provave të cilat janë prova faktike, për të cilat palët pajtohen dhe nuk kanë kundërshtime lidhur me vërtetësinë se çka dëshirojnë ato prova të vërtetojnë, atëherë procedura mundet me u përshpejtu dhe sigurisht që kjo është një procedurë e cila nuk zgjat shumë dhe pas administrimit të provave materiale është radha tek dëgjimi i personave të akuzuar, gjithnjë në rast se të njëjtit dëshirojnë të japin deklarat para trupit gjykues, por të njëjtit kanë të drejtë edhe që të mbrohen në heshtje. Pas kësaj vinë fjalët përmbyllëse apo fjala përfundimtare e palëve në procedurë, fjala përfundimtare e prokurorit, palës avokatit të viktimave. Dhe gjitha këtua mund të stërzgjasin, mund të presi përsëri një proces më gjatë duke i parashikuar afatet e këtyre apo këto veprimet procedurale nuk marrin shumë kohë, ashtu si që kemi parë fjalët përfundimtare në rastet të tjera janë të limituara, pra sigurisht që palët në procedurë do të deklarojnë para trupit gjykues se sa orë i duhen secilit për ta parashtruar fjalën përfundimtare. Fjala përfundimtare është një farë analize e provave të cilat janë administruar, analize deklaratave të dëshmitarëve, ku palët
e kundërshtojnë dhe i sulmojnë ato provat të cilat janë të dobta apo të mangëta në procedurë. Pra është pjesë e rëndësishme e procesit edhe fjala përfundimtare, apo? Po, fjala përfundimtare është një analize të gjitha atyre prova materiale dhe sigurisht ka një efekt, mund të ketë një efekt të caktuar tek trupi gjykues. Pra në një farë forme, mbrojtja apo prokuroria dëshiron që përmes analizës ta thjeshtëson dhe që trupi gjykues ta kupton më mirë se si është bërë ndërlidhja mes provave materiale dhe dëshmitarëve për të vërtetuar fakte të caktuara apo dyshime të caktuara me të cilën ngarkohen. Po, dhe a merr sipër sa shpejt mund kemi një vendim shkallës parë duke ditur numrin e madh të provave, numrin e madh të dëshmitarëve që do të procedohen, sa shpejt do të mund të kishim një vendim shkallës parë? Po tani janë çështje javësh apo muajsh në pyetje, sigurisht që gjatë muajit dhjetor gjykata mund apo do të shkojnë në pushim vjetor ashtu siç e ka pushimin vjetor kalendarik si çdo vit paraprak që e ka patur, pra janë diku 3 javë të pushimit vjetor, pastaj sigurisht pas pushimit vjetor do të ketë edhe disa veprimet procedurale të cilat i potencova më herët, pra janë çështje muajsh dhe besoj që në fillim apo në pranver, mas larti në pranver të vitit 2026 mund të kemi aktgjykimin e shkallës së parë. Po, dhe çka ka treguar gjithë procesi deri më tani, një stërgjatje e madhe e të akuzuarve në paraburgim, a kishte arsye të mjaftueshme që ka gjatë të mbaheshin të akuzuarit fillimisht në paraburgim dhe më pas flasim pak edhe mënyrën e transparencës marrjes së dëshmive përmes këtyre seancave të mbyllura. Po ne e kemi parë që nga momenti i arrestimit, tani më me 5 nëntor janë bërë 5 vite që nga momenti i arrestimit dhe të njëjtit tërë kohën kanë qëndruar në masën e paraburgimit dhe sigurisht që qëndrimi në paraburgim është kufizimi i lirisë dhe sigurisht që ky rast është një prej rasteve më të gjata në krahasi me praktikën e Tribunalit të Hagës, krahasuar me procese të tjera të cilat të akuzuarit e prorë serb janë ngarkuar me akuza për krimet kundër njerëzimit, pra të njëjtit proceset ndaj tyre kanë shkuar të themi pak më shpejt në krahasim me këtë proces. Kjo është për arsye se prokuroria dhe procedurat të cilat i ka parashikuar rregulloria pak ka ndryshuar për arsye se ne kemi parë që nga momenti i arrestimit deri në fillimin e shqyrtimit kryesor janë mbajtur një seri seancat mbi ecurinë e çështjes apo seancat përgatitore ku palët apo prokuroria kohë pas kohe e ka transferuar dosjen tek mbrojtja dhe më pastaj mbrojtja ka patur një kohë të caktuar derisa të njëjtit janë përgatitur për të hyrë në shqyrtimin kryesor. Dhe atëherë kur të dy palët janë bërë gati dhe janë familiarizuar me provat e prokurorisë dhe mbrojtja në anën tjetër ka patur kohë të mjaftueshme për të hulumtuar dhe për të përgatitur rastin, atëherë çështja ka kaluar tek trupi gjykues dhe kjo procedurë paraprake ka zgjatur diku rreth 2 vite. Pra diku në prill të vitit 2023 kanë filluar fjalët hyrëse, pra ka filluar shqyrtimi kryesor dhe sigurisht që tani edhe gjysma tjetër ka vazhduar gjatë shqyrtimit kryesor dhe dëgjimit të më shumë se 140 dëshmitar të propozuar nga prokuroria dhe sigurisht që çdo dëshmitar ka dëshmuar për ditë të caktuara dhe sigurisht që të gjitha këto kanë marrë kohë të caktuar. Por mos të harrojmë që në të njëjtën gjykatore janë mbajtur edhe procese të tjera, 2 raste për krimet e luftës dhe 2 raste për pengim të administrimit të drejtësisë dhe brenda objektit të dhomave të specializuara është funksionale vetëm një gjykatore dhe sigurisht që orari i gjykimeve është dashur që të koordinohet mes proceseve të cilat kanë vazhduar paralelisht që të procesohen apo që të gjykohen pranë këtij institucioni. Po dhe çka tregojnë përvojat nga e kaluara sa për këtë rasteve të krimeve të luftës? A kemi raste kur gjykata ka liruar ose ka lirë ata në arrest shtëpiak, por rrethana tjera të mbrohen në liri, apo të gjitha rastet për krime të lufte për shkak të peshës së rënd penale gjatë gjithë kohës qëndrojnë në paraburgim? Po tani nuk mundem me fol saktësisht me përqindje, por sigurisht që në rastet e krimeve të luftës kur personat ngarkohen me akuza kaq të rënda,
krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, sigurisht që në shumicën e rasteve personat janë mbajtur në masën më të ashpër, siç është masa e paraburgimit, por procedura penale nuk e obligon trupin gjykues që gjithnjë ta zbaton masën e paraburgimit në rast se i pandehuri është i rregullt në shqyrtim kryesor dhe i njëjti nuk ndikon te procesi gjyqësor. Kishte rrethana lehtësuese gjatë procesit, a ke parë si avokat që kishte rrethana lehtësuese që ata do të mund të liroheshin të qëndronin në arrest shtëpiak apo të mbroheshin në liri apo jo? Po tani më trupi gjykues i ka vlerësuar kërkesat për vazhdimin e paraburgimit dhe deri më tani masa e paraburgimit mund të vazhdohet në disa kushte dhe kryesisht trupi gjykues e ka vlerësuar që të njëjtit po të lihen në lirim mund të ndikojnë tek dëshmitarët e caktuar, mund të ndikojnë tek pengimi i administrimit të drejtësisë dhe gjithnjë prokuroria ka bërë kërkesa të ngjashme me rastin e kërkesës për vazhdimin e masës së paraburgimit dhe gjithnjë trupi gjykues i ka aprovuar këto kërkesa. Sigurisht që kanë ndikuar edhe raste të tjera të cilat janë zhvilluar për pengim të administrimit të drejtësisë, për pengim tek dëshmitarët dhe ne ka pasur rrethana rënduese apo jo për të akuzuarit. Sigurisht që këto rrethana janë vlerësuar nga trupi gjykues dhe kanë ndikuar në vazhdimin e masës së paraburgimit. Ne e dim që kundërsaqit të tjerëve apo Kilaj, Kuqi, Fazliu dhe një person tjetër është ngritur edhe një akt akuz për pengim të administrimit të drejtësisë dhe sigurisht që të gjitha këto rrethana vlerësohen nga trupi gjykues dhe ndikon tek masa për sigurinë e të pandehurit gjatë shqyrtimit kryesor. Po, dhe merr kredit në fund duket që kritika më e madhe sa i përket këtij procesi ka qenë mungesa transparencës, sa i përket dëshmive dhe seancave të mbyllura. Apo a kishte aq shumë deklarata ose dëshmi të ndjeshme që të kishim shkonte gjykata me aq shumë seanca të mbyllura? Në rast se krahasojmë procesin kundërsaqit të tjerëve dhe procese të tjera të cilat janë zhvilluar apo administruar pranë Tribunalit të Hagës, procesi kundërsaqit të tjerëve, po ashtu edhe procesit kundër Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës kanë qenë po ashtë të redaktuara sa ka qenë i redaktuar edhe procesi kundërsaqit, sigurisht që një përqindje shumë e madhe apo diku 45-50% të deklaratave të dëshmitarëve të prokurorisë janë dhënë në seancat e redaktuara dhe sigurisht që në rast se një proces gjyqësor reduktohet kaq shumë, atëherë sigurisht që në një farë forma apo në mënyrë indirekte cenohet edhe parimi i transparencës dhe parimi i publicitetit. Unë mendoj që trupi gjykues është dashur që t'i vlerëson deklaratat e dëshmitarëve dhe që të reduktohen vetëm ato informatat të cilat mund të zbulojnë identitetin e dëshmitarëve anonim dhe ato informatat të cilat mund të zbulojnë antarët e tjerë të familjes të dëshmitarëve dhe pjesa tjetër është dashur që të jetë e hapur për publikun. Gjatë në anën tjetër tani merr flet kjo mbyllja këtyre seancave edhe për ndikimin e dëshmitarëve, kërcënimet ndaj dëshmitarëve apo jo? Kur ka kaq shumë seanca të mbyllura? Po tani ne i kemi 3 procese të cilat ku janë ngritur akt akuza për ndikim në dëshmitar, për pengim të administrimit të drejtësisë. Sigurisht që kjo e ka patur efektin e caktuar dhe tani më kemi edhe vendimet e plotfuqishme lidhur me këto veprat penale. Sigurisht që një prej arsyeve që kanë kërkuar që gjykata të ketë selin në Hag ka qenë një prej arsyeve që ndikimit të dëshmitarët. Sigurisht që një numër kaq i madh i dëshmitarëve anonim sigurisht është dhënë anonimiteti për arsye të caktuara. Ka mundësi që shumica e dëshmitarëve të cilat janë në masën e mbrojtjes apo të anonimitetit të njëjtit kanë dëshmuar haptas në proceset paraprake të cilat janë zhvilluar pranë misioneve në Kosovë, por ne këta dëshmitar nuk i dim, nuk janë të hapur, por bazuar në pikat e akt akuzës, bazuar në qendrat e ndalimit, të cilat janë pjesë e kësaj akt akuze kaq të madhe, ka edhe pikat e akt akuzës, ka edhe dëshmitarët, të cilët janë trajtuar nga proceset paraprake dhe sigurisht që këta dëshmitar, këto procese gjyqësore, këto dokumentacione gjyqësore kanë qenë pjesë edhe të këtij rasti kaq voluminos i cili është duke u trajtuar. Po, atëherë Amert, falenderoj që ishe sot me ne. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është lajmi kryesor i botës.